Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë e mi, sot është data 6, është muaji i tretë, viti 2026, vit që po e lëm pas. Muaji mars tek shqiptarët lidhet me shumë shka. Lidhet me demonstratat e vitit 1981, lidhet edhe me heroizmin e familjes Jashari në Prekas, pra faza e parë e asaj që quhet Shtet i Kosovës. Por, nuk do thotë që çdo gjë tash duhet të gëlltiset nga ata të cilët të paktën mbajnë në Maqedoni një libido, kështu të themi, qëndrim të tyre. Lidhur me shumë shka. Unë nuk më ka pëlqyer as pak sot, pa marrë parasysh se kam qenë pjesëmarrës i gjithë këtyre ndodhive nga 1981 e këndej dhe në luftën e Maqedonisë. Nuk më ka pëlqyer as pak deklaratat e Vlenit që e shpërndan me PR, duke paralajmëruar se në Prekas pritet të ndodhë shtrëngim zyrtar i durve që do t'i jap jetë Vlenit si një parti. Kur ditë më parë, Murat Jashari refuzoi postin e presidentit duke thënë: "Familja Jashari i takon gjithë shqiptarëve." Dhe kjo është shmuar mjaft. Pra, duke filluar nga shumë çka që jo të ndrith, po edhe të rënqeth. I kam rënditur te telegrame.mk vetëm pjesërisht disa nga portalet, të cilat janë shumë të afërta, apo nëse janë të afërta, atëherë kontrollohen nga Vleni. Dhe ja se çfarë mendimi ndaj unë. Ideja për ta lidhur themelimin e një partie me Prekazin dhe me familjen e Adem Jasharit është politikisht shumë e ndjeshme dhe realisht problematike. Prekazi nuk është thjesht një vend simbolik për fotografi politike. Ai është simbol i sakrificës kombëtare dhe i luftës për liri. Kur një subjekt politik si Vlen kërkon ta lidh linjën e tij me këtë simbolik, rreziku i instrumentalizmit është i madh. Problemi kryesor është ky. Një parti politike është një organizatë që hyn në garë për pushtet. Me kalimin e kohës ai mund të përballet me kriza, skandale, korrupsioni, përçarje të brendshme apo dështime qeverisëse. Nëse lindja e saj lidhet publikisht me familjen Jashari, atëherë çdo dështim i ardhshëm i partisë mund të reflektohet padrejtësisht me simbolikën e asaj familje. Prekazi dhe familja Jashari ka një status që duhet të jetë mbi partitë politike. Ata përfaqësojnë një sakrificë që i përket gjithë shqiptarëve, jo një projekt politik të caktuar. Nga ana tjetër, politikanët shpesh kërkojnë legjitimitet moral përmes simboleve kombëtare. Një fotografi në Prekas apo një shtrëngim duarsh në ato bord dërgon mesazhin: kemi bekimin moral të historisë. Por ky është më shumë një kapital simbolik politik se sa një garanci reale për integritetin e një partie. Në kontekstin aktual, fakti që në procesin e formimit të partisë përmenden edhe dinamikat e brendshme, si mungesa e Albin Fetaj dhe daljen në plan të parë e doktor Ilir Demirit, tregon se bëhet fjalë për një projekt politik me kalkulime dhe rivalitete normale partijake. Kjo bën edhe më të diskutueshme vendosjen e një simboli kaq të madh kombëtar në qendër të këtij akti. Prekazi duhet të mbetet vend të historisë dhe kujdesës kolektive, jo skenë për themelime partish, sepse partitë lindin, ndryshojnë dhe shpesh dështojnë, ndërsa simbolika e familjes Jashari duhet të mbetet e paprekshme nga ciklet e politikës ditore. Unë jam Mesut Shabani, pra ishit në podcastin Mesut Shabani. Dhe jo që jam guximtar, mirë po, më prek ajo se vërtet familja Jashari duhet të lihet në rati, sa përket ndikimeve politike kudo qofshin, sepse ata ishin dhe janë në vit të parë. Ne të tjerë të gjithë ishim aq sa mundëm apo aq sa nuk mundëm. Dhe kaq sa përket kësaj ndodhie. Sonde në mbrëmje ka dalë ish kryeministri i Maqedonisë dhe Filipçe dhe ka folur për shumë shka. Unë ka pëlqyer një bisedë mjaft interesante. Ka folur lidhur me atë se çfarë kanë biseduar dje apo dje me Rute, sekretarin gjeneral të NATO-s në Shkup, kryeministri i Maqedonisë. Dhe ka dhënë akuza shumë të rënda. Vërtet është rënqese. Ju që e kuptoni maqedonisht të mirë, ju që nuk kuptoni, unë dua të sqaroj në pika të shkurta, ta dëgjojmë një herë. Ракети ги приземјува, а ракетите може да се наменет и кон европска земја, например Кипар. Нашите граѓани треба да бидат свесни и да знаат дека Социјалдемократскиот сојуз секогаш во својата историја наназад 3 децении
се грижи пред се за иднината, сигурноста на граѓаните и на земјата. Зошто ова го кажувам? Во контекст и на најавата која што ја кажавте. Да ве подсетам дека сегашниот премиер тогаш во опозиција, кога се носеше преспанскиот договор, кога се носеа тие тешки одлуки, правеа протести против референдумот. Да ве подсетам дека за време на кампањата 24 година кажуваше дека ќе врати уставното име. Да ве подсетам дека за него преспанскиот договор беше незавршена работа и тој ќе влезеше во ревизија на преспанскиот договор. Што значи тоа? Прво дека не може да се верува, односно дека и тогаш не ја кажувал вистината, а во контекст на тие обвинувања што и кажувате меѓусебни, заради тоа што граѓаните мора да знаат што е аргументирано и издржано, а што не е. И затоа сакам да ги подсетам дека премиерот и ВМРО ДПМН заедно со коалицијата со знам дојдоа на власт со една лажна националистичка кампања и реторика. Што разговарал со генералниот секретар на НАТО Марк Руте, премиерот сега? Дали го користил уставното име? Дали на него му кажал дека ќе го враќа претходното име поранешна Југословенска република Македонија и ние ќе излеземе од НАТО? Или сега свесен е какви бенефити има државата од тие политики со кои што тој не се согласуваше додека беше во опозиција. Многу е битно да знаат граѓаните кој е кредибилен со своите изјави, затоа што луѓето пратат, свесни се и не може да се прелажат по кој знае кој пат, затоа што тоа еднаш веќе на Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН и му успеа во минатата. Еве гледаме дека сега земјата е безбедна, дел сме од НАТО, меѓутоа сепак некои нивни политики, некои нивни тенденции се присутни и сега, нивните врски со Србија, преку тоа со Русија, нивните врски со Кина. Ние ги гледаме сега, имаме примери за тоа. И ова е во контекст на вториот дел од прашањето што мисле вие со изјавата дека кога ги спомнувате врски. Po pra, është një intervistë pak më e gjerë dhe më e gjatë, rreth 53 minuta, e keni te Klik Plusi, mbrom, dhe më ka befasuar kjo hapje, kjo çelje në bllokun Maqedonas. Pra, LSDM pa marrë parasysh kiksimet që i ka bërë edhe me shqiptarët, edhe me pushtetin, por edhe me BDI, sepse po t'ishte ndryshe, sot nuk do të kishim gjithë këto telashe lidhur me gjitha ligjet që janë duke i abroguar qeveria VMRO, LSDM, VMRO, Znam dhe Vlen. Nuk është e mundur, askush nuk mund të më bind, as mu as juve, se nuk ka paraprakisht ndonjë marrëveshje për çdo ligj i cili dërgohet nga qeveria në kuvent, në parlament. Atë hudhen i anësh. Dhe në ndërkohë, me të drejtë shtron një pyetje, me të vërtet Mickovski tha do e ndrojmë emrin e shtetit. Por nëse ndrohet emri i shtetit, atëherë duhet edhe dilet nga NATO-ja. Afërsinë me Rusinë dhe me Kinën nëpërmes Serbisë. Sot, nga të punësuarit në korridorin 8, kam informacione konfidenciale që më thonë se tyre ditëve rreth 120 punëtor nga të punësuarit në gjitha sferat në korridorin 8 dhe që janë duke u lëshuar. Pra, korridori 8 shumë shpejt, maksimumi qershori do ndërpritet së ndërtimi. Nga kjo qeveri. Nuk do hyjnë atë se kush çka ka premtuar, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë një vit të kuqe për korridorin 8 dhe nga ajo vit nuk do lëvizin. Mirë, po nëse dikush mendon se tash Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të zëna me Iranin, gabim e ka. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndajnë për buxhet armatimin brenda vitit, aq sa 50 vite ka nda buxhet armatimi Irani. Pra, një vit sa 50 vite. Kjo luftë është për kalkulime dhe për punë tjera, po përgatitet për rendiri botror. Për atë edhe po shkon dal ngadalë. Se për këtë Iranit, ja, unë publikisht të them, unë jam me Shëban, me kënd janë Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami. Le dalin publikisht ta thuaj. Jo të msherin pas Vlenit. Vleni ende nuk është fiksuar, nuk është formuar. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, Filipçe ka thënë edhe diçka tjetër.
kemi informacion se sistemi Safesiti po mbron njerëz të afër me vëmëron. Po kjo vishte që nga fillimi. Që kur u vun tabelet e kuqe në përveturat zyrtare, atë kuptim ka. Kush është në pushtet? Nuk jam unë, është vëmëroj, është vleni. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej, pra është vërtet e rënqedhëse. Dhe humori. Unë nuk ndaj se ka ndonjë kapacitet udhëheqje, por do e përmendi për shkak se Bekim Sali është në postin e zëvendës kryeministrit, i parë edhe ta. Në top temat e TV Telma ka bërë të ditur se raporti i ardhshëm i BE-s për vendin do jetë më i mirë, sepse përkushtimi i qeverisë është më i madh. Dëgjoni edhe një herë. Raporti i ardhshëm i BE-s për vendin do jetë më pozitiv. E ka thënë Bekim Sali. Dëgjuat ju të Evropës? Dëgjuat. Bekim Sali e ka thënë. Dhe pa tjetër tjetë ashtu. Kjo është një mashtrim. I sati, jo me zëvendës ministrë, i sati kryeministrë dhe zëvendës kryeministrë ka pasur nga radhët, nga viti 1992. E këndej të gjithë raportet janë më të këqija, më të këqija. Por pse Bekim Sali tash është zëvendës kryeministrë, ai thot do jetë pozitiv, do jetë më pozitiv. Pse ka shkopin magjik Bekim Sali se brenda natës, jo do i fut bullgarët në kushtetutë, por ka problemet e tjera duke filluar me gjithë pushtetet, si ato ekzekutive, po ashtu edhe ato juridike. Fluturon. Nuk është okej, por unë vazhdoj pra. Do ja mbaj mend këtë deklaratë dhe do ja përsëritim. E ka thënë. Pra, gjithandej vetëm muhabetet e kota. Muhabetet e kota për qenë në vite parë. Unë nuk të kisha pasur shumë çka për të thënë dhe për të shtuar sonte, sepse vërtet është një situatë mjaft e rënqedhëse kjo që po ndodh me shqiptarët në Maqedoni. Askush nuk i mbron shqiptarët. Në Tetov, Bilal Kasami është duke bërë harakiri. Një Shkup, Izet Mexhiti, vetëm paralajmëron do gjëra e pastaj vetëm paralajmëron. Kur kë e bën Lolo? Qeveria tha s'ka 1 cent mbi 1 milion euro për universitetin në Nateresa. Del këtu Lifar kampusash, hedh lopata ande, hedh lopata këndej, apo do i hedh, s'është për rëndësi. Ajo që më ka gëzuar është se më në fund, fëmijët nga manastiri ishin në kryeministrinë e Shtetit Shqiptar dhe patën një takim me Edi Rama. Unë kam jetuar si fëmijë 2 vite në manastir. Dhe shkoj si shpesh. Kam jetuar për shkak se dhe kam bërë 1 vit të gjithë shkollës fillore atje. Shqip. Dhe kur thot Ali Ahmeti nga njerë se me ardhin time dhe më qeshët. Unë e kam pasur në manastira së kohë, vitet 69-70, në gjuhën shqipe dëftesën. Mirë, po pastaj çka u bë, është këtë çështje tjetër politikës. Kam qenë fëmijë. Dhe segmenti Trebenish qaf thonë, korridoritet, do dikush të jap llogari. Çfarë është kjo lojë e qeverisë me Bektelenkan? Çfarë është? Ka ndonjë mosmarrveshje apo ka ndonjë mosmarrveshje lidhur me atë se kush e ka filluar, çfarë pune ka bërë, ka marrë diçka, s'ka marrë diçka. Pra, është koha e fundit. Përndryshe do jetë përgjigjja shumë e fortë e NATO-s. Mirë tha pak më parë ish kryeministri i Maqedonisë. Mirë tha se Filip që çfarë ka biseduar? Do të lajmërojë edhe opinionin edhe shumë çka tjetër. Të del me situata të dorës së dytë dhe dorës së tretë. Pra, HPR, korridori 8 në Maqedoni nuk i shkruhet mirë. Inshallah nuk e hapin dhe një korridor tjetër, në vërtet korridorin 8 nuk e drejtojnë nga Ohri të del atje në Shën Naum e prej andej të hyet në Shqipëri. Sepse më lehtë do ishte nga manastiri dhe nga Ohri. Kjo është vërtet e rënqedhëse. Dhe ta që rinë në qeveri të vlenit, duhet të sqarin punën. Për fund unë të ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Ishit me Mesut Shabanin në podcastin Mesut Shabanin. Bëni një subscribe.